Në transmetimin e radhës të emisionit Hea me drejtuese gazetaren Laureta Petoshati, tema që u trajtua ishte letërsia si zë i vendlindjes dhe jatdheut, i ftuar prozatori dhe poeti Eqerem Canaj. Në emision u theksua se letërsia është kujtesa e shpirtit të një kombi, ndërsa për shkrimtarin dhe poetin Eqerem Canaj, ajo është mënyra më e thellë për të folur me vendlindjen dhe me atdheun. Nga pyetjet e moderatores Laureta Petoshati për përmbledhjen me tregime gjethi memorjes, Canaj tregoi se ishte kthyer te rrënjët dhe te kujtimet që nuk shuhen. Ai foli për jetën e njerëzve të thjeshtë, të vendlindjes së tij Smokthines, për dhimbjet, gjakun dhe dashuritë që bëhen pjesë e historisë sonë të përbashkët. Në tregimet e tij, mitet dhe realiteti takohen, fjala shndrohet në kujtesë, ndërsa kujtesa në një urë që lidh të shkuarën me të sotmen. Edhe në vëllimin poetik Flauti i penës, apo në vëllimin me novela E mundimshmja, ai ruan frymën e njeriut që nuk dorëzohet, duke sjell idenë se dhimbja dhe dashuria ecin krah për krah. Për Eqerem Canajin, shkrimi është një akt dashurie ndaj vendlindjes, një mënyrë për të mbajtur gjallë kujtesën dhe për ta bërë fjalën stret të shpirtit shqiptar. Emisioni Hea, në drejtimin e gazetares Laureta Petoshati, rikthehet sërish të shtunën e ardhshme me të tjera tema.